është ditë e rëndësishme për qytetin e Mitrovicës, për qytetarët e Mitrovicës. Qytetarët e Mitrovicës e shprehin vullnetin e tyre të lirë në këtë ditë dhe vendosin për qeverisjen e ardhshme të gjithë qytetarët e Mitrovicës që ta realizojnë të drejtën e tyre të votimit sot në mënyrë të lirë dhe të vendosin për të ardhmen e qytetarëve dhe qytetit tonë. Është e vërtetë se ka pas tendenca edhe për me bo tension e presion edhe prom deri në orët e hershme të mëngjesit ka pas lëvizje të makinave të cilat janë raportuar në polici. Pjesa dërmuese e tyre kanë qenë me zerrëne. Pra është pjesë e çështje që unë besoj se organet kompetente e kanë bërë punën e vet dhe janë duke bërë punën e vet, kështu që besoj tek policia e Kosovës, besoj tek organet kompetente, duke të parasysh që besoj tek këto institucione, besoj se edhe do të jetë zgjedhje të lira. Bazë të informacioneve unë që i kam çdo gjë ka qenë në rregull.